ndërgjegje njerëzore, ndërgjegje politike dhe ndërgjegje kombëtare. Unë s'jam politikan. Po ju jeni një studios? Është një profesion i vështirë, unë nuk jam nga ta njerëz që dalë në rrugët i shaj, politikanët. Jam më i arsyeshëm në gjykimet e tija, në gjykimet. Unë kur dëgjoj atë thirrjen, Rama në burg, Berisha në burg. Shko kam një gjë. Berisha është në burg sot. Pra u kam një perceptim tjetër. Do të ti e kundër kësaj. Po edhe për Ramën, u them Rama të hetohet, u jam dakord me zemrimin e atyre njerëzve. Po? Jam dakord plotësisht. Kishte një mënyrë tjetër, si, që thoshte të hetohet. Sepse ne s'ndërtojmë dot kur shtet. Po të në Burgaj, në Burg Rolandi, në Burg... Është një qikë thirrje kështu kjo ekstreme. Kjo është ajo psikologjia turmas. Psikologjia turmas. U dhem të hetoja. Ata janë pjesë e politikë. Politika, u kam lexuar shumë psikologji dhe sociologji për politika. Nuk është një profesion i lehtë. Nuk është i lehtë. Ka stres, duhet ka përxet shumë gjëra. Pra, u kur them, dhe për këtë jam menduar gjatë, u e kam vrojtuar Edi Ramën nga larg, jam munduar të dërgoj dhe ndonjë mesazh. Ai është refraktar. Dhe prandaj i kam bërë dhe analizë psikologjike. S'ka nevojë ta them sot. Ai që do lexoj librin do ta kuptoj. Tani, zoti Kulla, atje s'flas unë vetëm. Atje flasin dhe psikolog, sociolog. Pse e ke quajtur Shqipëria kafkiane e Edi Ramës? Pikrisht për këtë, se kalojnë nga një, nuk kapim filli njerë. Unë duhet të them dhe njerë që Edi Rama erdhi me spektakël, nuk përdor dhunë. Kjo është metodologjia e tij. Ai s'erdhi se do të kishte një projekt për diktaturën. Diktator të bën pushteti. Ai është i babzitur për pushtet. Ai ka një ide të keqe për vetë time. Pikrisht e keni vënë re çfarë thot U199 i gjatë thot. Dhe ai këtë do të ndërkombëtarizoj atë madhësinë trupore në një lloj darvinizmi personal, ku mua, domethënë, nuk e di beson apo jo, tek ku Zoti s'ka ardhur ende, e respektoj shumë, por nuk ka ardhur. Zoti apo na tira thot më ka dërguar të sundoj botën shqiptare. Kish mentaliteti Edi Ramës. Unë këtë kam shqirtuar, këtë analizë kam bërë në këtë libër. Shkroni në libër, gjatësia e tij fizike e përmendur shpesh dhe përdorur me një narcizëm të pavetëdijshëm, nuk është një detaj biografik, por një simbol psikologjik. Po, sepse ai do të bombardoj njerëzit që shiko, nuk është fjala për mua, unë se pranoj, as për ty. Po ai do të bombardoj turmën. Kjo është e përsi? Kjo është e përsi? Po, që gjatësia trupore është pushtet, është simbol, është estetik, domethënë. Ai me këtë projekt ka ndërtuar diktaturën. Edi Rama është frikacak. Është frikacak. Unë kam quajtur një trumcak në mes të errësirës. Ai është pjesë e bandave sot. E pas keni masakruar Edi Ramën këtu domethënë. Jo, atje ke një kapitull në fund. Pse? Duhet të mësojmë, duhet të mësojmë të themi të vërtetën. Në fund fare, gjithë bota e shtypit perëndimor ka folur për Edi Ramën, për një vend 2 milion banor, 3 milion banor. E di që është kjo? Kjo është një metaforë. Kjo është këtu është dhe përgjegjësia jonë, që duhet të kishim reaguar me kohë. Unë kam bërë një libër që ti besoj e ke lexuar. Kërë nga to? Kush jemi ne shqiptarë? Po, e kam lexuar. Çto ndë huajt? Shtemi ne? Po, pra, një nga libra. Dhe paradigma, që ne jemi një popull europian, na kanë heqë me forcë nga Europa e tjerë. Unë kam menduar gjatë që ta rishkruaj atë libër. Pse? Kam gabuar në prognozë, shqiptarët kanë reaguar vonë. E kupton? Unë po të rëgoj një episod, ku shkruajt e libri Narkodiktatura shqiptare në oborën e Europës, u shisha projekte asë një partije politike. Dhe doja t'i ndoroja kopertinën, të them një detaj të bukur. Edhe, ani dhe zyra dola më thot vajze Xhaxhaj, që mi thot ma jep dhe mua këtë libër. Ishte bashkë me një person tjetër, me një mjek.
e paj, që është këj libër, thot? Është është libër. Kur pa fotografinë e këtire personazhe, është mirë, thot, kush e ti që mi e këshillova bajmë? U zurave dhe ti e patronazhisti, thash. Dhe ashtu ishte vërtet. Kje ka mushur me patronazhist vëndit, që na gjurmojnë këma këmës. Këma këmës. Ore, u jam dakord të bëj debat. Thuaj që të duar, po mos më fyej. Mos më tuaj mua që jam një dua këtë, edhe një nga arsyet që kam shkruaj këtë libër ka qenë dashuria për Shqipërinë. Sepse, këtë kam dash këtë mesazh që Shqipëria nuk është pronë askujt. Askush nuk mund të dalë mbi ligjin. Dhe gjithmonë çdo pushtet, çdo qeverisje është më vogël se qytetarët, më vogël se Shqipëria. Edi Rama i ka shkelur të gjitha këto. I ka shkelur me të gjitha këto me atë diktaturën që kërë. Si të këtë rikëthemi të pjetja, si që ka diktaturë. Po këtë diktaturët s'kam brinë. Kur ti më jep një kërkes për transparencë parlamentare që Edi Rama ka pranua. Pse se pranon transparencën e komisionit me Gonigal? Pse? Pse heshtim ne për këta? Atje janë paratona, atje shfation, a i ka shkatruar opozitën atëre. Unë e di gjithë histori. Po të donte opozita nuk shkatrojë, zoti Kulla? Këto janë, këto janë pastaj retorik shu. Në kushtet specifike të vërsulet një superfuqi lobuse që ishte George Sorosi, që kishte librin narkodiktat. Jo, e kam fjallën për kryetarin e partisë unë. E bën besë, u shkatrua. E bën në grata. Unë nuk besoj, kryetarin e partisë, Lulzim Basha në atë kohë. Sepse aty fillon çështja. Tani, ja pra kështu janë njerëzit. Ja që pati një debate. Se nuk e shitur ti? Ore, unë nuk kam shqit sepse unë nuk kam aspirata. Mua më jep kënaqësi edhe kjo mënyrë jetese. Unë zduaj që të thonë çfarë makine ka, asë më pëlqen ndryqimi, ose asë. U jam i lumtur që të eci në rrugë bashkë si të tjerët. Për këtë jam shumë i lumtur. Unë nuk jam dakord të ke një kapitull të narkodiktatura Lulzim Bashën, por unë e qoj arsjen dhe në fund do që një vënd ka që vogël me fuqi lobuse ka që madhe, dhe unë që atëre kisha besim se kështu do ndote, dhe nuk ishte profetësi, po unë besoj tek demokracia, unë besoj tek filozofia. Në këtë botë, shiko Roland, unë që fëmi kam jetuar më palë, mes librave, mes librave të mendimit, mes anktit poetve, e të shkrimtarve, mes urtësive të filozofe, kam mësuar një gjë. Në çdo rrethan, në çdo kontekst historik, pushtetet janë ata që kanë një natyrë, janë të prirur të zgjerohen, të zgjerojnë kufit. Ne duhet t'i ndalim. Ne nuk treguam vëndin, prandaj të rikëthen të libri që doja të shkruaja unë, por fatmirësisht ndodhe një diçka e mrekullueshme, njerëzit u ngritën. Po pra, se këto duhet pyesja. Kjo është ajo vonesa. Ju se kishit parashikuar. Pikrisht, ajo vonesa që duhet ishte më shpejt. Pse? Se ka një produkt tragjik. Janë 1.200.000 shqiptarë. Do ndryshon dhe gjënë, në qëmë se ju do të shkruani të librin bas protestës? Do të që këshin filluar protestat më përpara? Si nuk të kuptova? Do më thënë, ju këtë libër e keni shkruajtur pa nisur protestat. Po jo, kjo s'ka të bëj me librin ku shemë në shqiptarët. Jo, dakord. Këtë libër, Tirania e buzëqeshjes, nëse ju do ta